Tre përfaqësuese të subjektit politik të profesor Pelinçit kanë zhvilluar takime sensibilizuese me gratë të punësuara në fasoneri dhe me gratë pa puna në zonën e Krujës. Në fokus të këtyre takimeve ishte situata e vështirë ekonomike me të cilën përballen shumë familje. Naime Gjongecaj, kryetare e Forumit të Gruas së bashku me Gjeni Aliçkaj dhe Vergji Bazelli, zgjodhën të jenë pranë grave që punojnë në sektorin e fasonerisë, një nga burimet e pakta të punësimit në këtë zonë, ku angazhohen kryesisht gra dhe vajza. Qëllimi kryesor i ardhes në fushë Krujë sot ka qenë, ne si Shpresë Demokrate, për reformimin dhe marrjen e sa më shumë figurave të reja, gra, nana, vajza, motra, dhe me grupin e punës me të mike, shoqet tona që janë të tëna të fokusume ke Shpresa Demokrate, bëm vizita në disa fasoneri, po për arsye të rujtjes, se si që është politika këtu, me gjitha anët me bryla, jem detyruar që të mos i nxjerrim publike. Por ama, gra dhe nana të mrekullueshme që janë të gatshme me kontribu dhe me bashkëpunu dhe kanë pranuar shumë vende që jam befasuar me lot me emocioni kam jetë. Gra që punojnë dhe fëmijët i kanë nëpër fakultete. Ju lutem, shteti duhet mendojnë për këtë nana, se kanë fëmijët me godina me qera. Nuk i kanë godinat e shtetit, i kanë ambiente me qera. Kjo ishte një diçka shumë shqetësuese. Në Krujë operojnë disa fasoneri ku janë të punësuara qindra gra dhe vajza, duke zbutur sadopak nivelin e papunësisë. Megjithatë, kushtet e punës dhe pagat të ulta mbeten shqetësime të vazhdueshme për punojësit. Përfaqësueset e Forumit të Gruas nga Partia Shpresa Demokrate reaguan gjithashtu ndaj institucioneve shtetërore, duke kërkuar më shumë vëmendje për familjet në nevojë dhe politika mbështetëse për sektorin e fasonerisë. Faleminderit Zotit ka bëri për ftesën dhe për mbështetjen që ka bërë edhe partisë edhe lëvizjes Shpresa Demokrate gjatë gjithë historikut të kësaj lëvizje politike dhe falenderojmë që na sollin në një takim të afërt me shumë zonja, me shumë vajza, me shumë gra të një fabrike, të një fasonerie këtu në Krujë. Sipas tyre, mbështetja duhet të shtrihet jo vetëm në Krujë, por edhe në Kurbin, ku shumë gra dhe vajza punojnë në këtë sektor për të siguruar të ardhura minimale për familjet e tyre. Sot në fushë Krujë u takuam me disa zonja, gra, nëna, motra në fasoneri, në teren, ku gjetëm një mbështetje shumë të madhe. Që mund të them për ato zonja dhe ato nëna, heroina. Takimet të tilla sensibilizuese theksuan përfaqësueset e Forumit të Gruas do të vijojnë edhe në zona të tjera me synimin për të ngritur zërin e grave dhe për të kërkuar zgjidhje konkrete për problematikat e tyre.